Dhe shfillojmë një ushtrim mbi elektrolizën. Elektrolizohet plotësisht 500 gram tretësirë. Kemi 500 gram tretësirë me përshëndrim 2% të klorurit të kaliumit. Gjej masën e substancës në elektrolizir dhe pH-in e tretësirës. Bëjmë elektrolizën fillimisht në tretësirë ujore dhe përcaktojmë cili do shkojë në anod dhe cili do shkojë në katod. Midis kaliumit dhe hidrogenit në katod do të shkarkohet hidrogeni sepse kaliumi është metal aktiv i grupit A. Dhe reduktohet nga jonet hidrogen plus 1 në hidrogen 0. Ndërkohë në anod, midis klorit dhe grupit hidroksid do të shkarkohet klori. Si gaz oksidohet. Bëjmë reaksionin e përgjithshëm. Dhe shikojmë çfarë ka mbetur në elektrolizë. Kemi hidroksidin e kaliumit. Bëjmë barazimin. Vendosim gjendjet, kloruri kaliumit tretësirë ujore, uji lëng, hidrogeni gaz, klori gaz dhe hidroksidi i kaliumit tretësirë ujore. Ne na kërkohet masa e substancës në elektrolizir. Pra substanca në elektrolizir për ne është hidroksidi i kaliumit. Ndërkohë kemi të dhënë masën e tretësirës dhe përshëndrimin në përqindje të klorurit të kaliumit. Gjejmë masën e substancës së tretur, përshëndrim përqindje her masën e tretësirës pjesëtuar për 100%. 2% her 500 gram ndaj 100%. 10 gram. Gjejmë numrin e moleve të klorurit të kaliumit, masë përmbi masën molare, 10 gram ndaj 39 plus 35.5, 74.5 gram për mol. (0.134 mol). Bëjmë raportin midis klorurit të kaliumit dhe hidroksidit të kaliumit. 2 mol klorur kaliumi, 2 mol hidroksid kaliumi, po 0.134 mol. X, me që raporti është i njëjtë dhe numri i moleve deli i njëjtë, 0.134 mol. Na del numri i moleve të hidroksidit, tani gjejmë masën. Numër molesh her masën molare. 0.134 mol her 56 gram për mol. 7.5 gram. Tani për përcaktimin e pH-it, duke qenë se këtu vëllimi nuk është i dhënë, ne mund të marrim vëllimin 1 litër. Gjejmë përqëndrimin molar. (0.134 mol ndaj 1 litër, 0.134 molar. Kemi bazë të fortë. Atëherë 0.134 molar, 0.134 molar. Dhe këtu dhe gjejmë pH-ën. Minus logaritmin e përshëndrimit ionit hidroksid. Minus logaritmin e 0.134.
0.87 nga kjo gjim pH-ën. 14 minus pH. 14 minus 0.7, 87. 13.13. Pra jemi në një mjedis bazik të fortë.